U dërgoj të gjithë besimtarëve musliman urimet më të mira për këtë fest, qofshin gjithmonë të gëzuar, paqen gjithmonë mbarësi në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre, tek miqtë e tyre, por njëkohësisht dëshiroj të shpreh respektin tim edhe për ata besimtarë jo musliman që në traditën më të mirë shqiptare e festojnë këtë fest apo u dërgojnë mesazhe urimi dhe misie të gjithë miqve të afërmve të tyre besimtarë musliman. Dëshiroj që të përfitoj nga rasti, të shpreh nderimin e madh për gjithë ata klerik musliman, të cilët kontribuan në historinë kombëtare shqiptare, me adhetarinë dhe patriotizmin e tyre, të cilët së bashku me vëllezërit e tyre klerik, katolik dhe ortodoks, I rezistuan ferrit komunist. Unë do them gëzuar se ju e dini që unë jam kundër kësaj që rreshtojnë politikanët në përdyrë dhe bëjnë urime, kur sot në fakt gjithë jemi të barabartë, jemi historik. Kjo është një fest e cila nuk duhet të ndikohet nga zhvillimet e javës. Seanca e fundit do I kaloj gjitha ligjet me 44 vota, I ka majoranca votat? Nga mos të gëzuar Fitor Bajram. Asnjë mos ikë përgjegjësisë për detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit në këtë shoqëri, në këtë bashkëtesë tonën. E sot në këtë ditë veçantë mos ikim përgjegjësisë për ndërtimin e xhamisë së madhe si një premtim I kahershëm dhe një detyrim ndaj besimtarëve të kryeqytetit dhe të mbar Shqipërisë. Ky muaj reflektimi, faljesh, lutjesh të qindra mijëra besimtarëve na shërbej sa më mirë për ta realizuar këtë projekt. Ku ka mbetur xhamia e Zotit Pasha? Këtë pyetje duhet t'ia shtroni dikujt që nuk refuzoi të përgjigjej. Ju e dini, unë nuk mund ta ndaj këtu të Kosovës dhe të Maqedonisë, jam gjerë, gëzuar Fitor Bajramin, të vi I mirë, I mbar dhe me të gjitha me shëndet për familjet e tyre. Shpresoj dhe dëshiroj të besoj dhe I bëj thirrje dhe një apel qeverisë shqiptare që t'ia uvej në vend dignitetin besimtarëve musliman dhe ata të falen si gjithë komunitetet e tjera në obliget të kultit. Edhe herë urime gëzuar për gjithë shqiptarët, paqe sa më shumë mirësi, bereqet. I gënjyen 25 herë besimtarët shqiptar për ndërtimin e një xhamie. Dhe sërish ata vazhdojnë të premtojnë, ata vazhdojnë të mashtrojnë, ata vazhdojnë të gënjejnë. Sërish vim këtu, pas 25 vitesh, ku liria e besimit I është mundësuar, po kushtet për ta ushtruar dhe praktikuar ende nuk janë lejuar. Ndonse kaluan 30 ditë të Ramazanit, 30 ditë të agjërimit, por kanë kaluar edhe 300 ditët e mirimit.